nga Gjakova Diora Gjoka. Dje në Shkodër është mbajtur turneu tradicional i tenisit Albanian Ball, ku morën pjesë 92 teniserë nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi. Në këtë turne vendet e parë zon 2 teniserë nga Gjakova të klubit Hot Shot. Fituesit e turneut Diora dhe Olea Gjoka u shprehën të lumtura për triumfin e tyre. Gjatë gjithë këtyre viteve kam ushtruar shumë fort për sot t'i arrit këto suksese. Se kam pas vështirë, kam pas shumë lehtë, jam përgatit. Ne kemi synimin që të marrim pjesë në garat ndërkombëtare. I lumtur për këtë arritje ishte edhe trajneri i klubit Hot Shot Ard Baruti. Jemi më tepër se të lumtur për sukseset që kemi arrit, pasi që Diora Gjoka dhe Olea Gjoka arritën vendet e para dhe u shpallën kampione. Po ashtu Kaan Baruti arriti vendin e 4 në kategorinë e tij. Kjo na bëri klubin më të suksesshëm nga gjithë klubet pjesëmarrëse, pasi që arritëm i fitu 2 nga 11 kategori që u zhvilluan gjithsej. Ishte një eksperiencë shumë e mirë edhe një dozë motivimi edhe për talentat e ri. Trajneri gjithashtu tha se sportistët po përgatitin edhe për gara tjera, gjithmonë duke synuar suksese.